Edhe hapësirën e intervistës sot do t'ja kushtojmë politikës ditore dhe me mua në studio për ta zhvilluar intervistën e ditës është zoti Ibrahim Mehmeti, analist dhe njohës i çështjeve politike. Zoti Mehmeti, mirë se vini në Alsat. Mirë se gjeta. Pati një takim sot mes kreut të BDI Sali Ahmeti dhe kreut të Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, një shtrëngim duarsh, një pamje që e pam për herë të dytë brenda pak javësh. Çfarë nuk kupton për ju ky takim, edhe pse ndoshta ishte në kuadër të një ngjarje tjetër, dhe a konfirmon dhe një marrëveshje mes palëve? Po kjo ngjarje, nëse mund ta quajmë si ngjarje, sepse nuk është kush e di çka, po në kontekstin e tanishëm duket shumë e madhe, është ndoshta një shkallë më lart nga ajo që kishte paralajmërime se ka ndodhur, kishte edhe informata të mjaft të besueshme se ka pas takime ndërmjet këtyre dy liderëve ose komunikim spaku, dhe kjo tani tregon se ky top që ka filluar të rrotullohet nuk do kthehet aq lehtë prapa, sepse në ditët e para kur filloi të flitet se ka komunikim ndërmjet këtyre dy liderëve dhe dy partive, kishte hamenje nga të dy palët, domethënë sidomos nga Veleni, ende përpiqeshin disi ta bindin zotin Taravari që të ndaloj, mirë, po tani duket se kjo ka marrë një hof, të themi ashtu, dhe të shohim se çfarë ndodh, edhe pse nuk ka ndonjë deklarat ose ndonjë informat më konkrete, megjithatë duket se diçka do të ndodhë. Dhe nuk ka konfirmim nga palët se a janë këto takime të organizuara, edhe herën e parë u duk si takim spontan mes tyre, mirë po edhe tani duket si takim spontan. A ka gjasa që zoti Taravari ta humbë edhe besimin e kryeministrit, ose a e ka humbur tashmë edhe besimin e kryeministrit, pasi humbi besimin e liderëve të Vlenit? Kjo është vërtet një enigmë, besoj se edhe për opinionin, për mua është gjithsesi. Nuk e kam shumë të qartë se kjo që ndodhi brenda Vlenit dhe brenda qeverisë është rezultati i dështimeve të qeverisë nga perspektiva shqiptare, ose është mosmarrëveshje, mospajtimi brenda Vlenit, si partner të, po themi, të partisë kryesore në qeveri, dhe ende mbetet të shohim ku është problemi. Është problemi me qeverinë apo me Vlenin, sa i përket Aleancës për Shqiptarët? Ka mundësi që të jetë ndonjë lojë politike, të themi, organizuar nga BDI-ja dhe kreu i saj Ahmeti? Nuk besoj se BDI është aq e fuqishme të mund të luajë si lojrash ku do të përfshihet edhe Mickoski, edhe Vleni, edhe vetvendosja, sepse është pjesë e këtij koalicioni të Vlenit. Kjo mendoj se është pak tepër të besohet. Nëse do të ishte e vërtetë, atëherë me vërtet do të duhet të gjithë ta rishqyrtojmë percepcionin për BDI-n, sepse e quajnë si parti të dohet, por nëse është kjo e vërtetë, atëherë do të ishte parti, super parti, edhe pse unë nuk e besoj. Mendoj se ka diçka, një pakënaqësi te zoti Taravari. Për mua, nëse më pyetni mua, mendoj se është arsyeshme, sepse ne nga jashtë e shohim se ka shumë gjëra që ndodhin në qeveri, të cilat spaku për shqiptarët janë shumë negative. Mund të flas edhe për veten nëse ka nevojë, po besoj se edhe popullatët shqiptare në përgjithësi e ndjen këtë negativitet, të themi, këtë qasje jo konstruktive të qeverisë, sipas meje. E keni këtu fjalën sa u takon temave shqiptare ose në përgjithësi? Tema shqiptare flasim para së gjithash. Për tema tjera kemi fol non stop. Tani besoj se kjo është tema kryesore, edhe pse nëse flasim më gjerë, kuptohet se eurointegrimi janë temë jashtëzakonisht e rëndësishme, dhe kjo mund të futet në atë portfolion e temave shqiptare, sepse shqiptarët, sipas gjitha anketave, nuk kanë fare dilema për eurointegrimet, edhe partitë, po edhe popullata të Maqedonisë, sidomos ata të cilët e përkrahin vëmëror, ka një dyshim ose një rezervë të madhe ndaj eurointegrimeve, që sipas meje më shumë rrjedh nga qëndrimet e vëmëror se sa nga bindjet e qytetarëve se diçka nuk është mirë në Bashkimin Evropian. Dhe gjithë kjo bën që të kemi mirëkuptim, do kisha thënë, për atë që e bëri zoti Taravari, ose që është duke e bërë, sepse ende nuk e ka bë, derisa është në qeveri, derisa kryeministri thotë se gjithçka është në rregull, derisa zoti Taravari thotë ne jemi pjesë e qeverisë, atëherë gjithçka është e mundur, edhe pse unë nuk besoj se kjo mund të zgjasë, kjo situatë. Zoti Taravari duhet të vendoset
kthim prapa më duke se ka vështirë në vlen, po ndoshta mund të gjejë një formë tjetër të bashkëpunimit me kryeministrin, me cilin si duket ka një bashkëpunim ose një komunikim të mirë, po edhe kjo mendoj se ka afat të kufizuar dhe unë mendoj se për aleancën e zotit Taravari do të ishte më mirë të luajë pak më haptazi, sepse politika nuk luaj gjithmonë me karta të hapura, e di e shoh mirë, po edhe me kësi luajsh, mendoj se mund të jetë në dëmin e tij më shumë se sa në dëmin e tjerëve. Mendoni se është e mundur që të funksionojë një qeveri e tillë, kur zoti Taravari la koalicionin vlen dhe nga ana tjetër ka pranuar tashmë se ka komunikim me BDI-n dhe se është i hapur edhe për bashkëpunime të mundshme për zgjedhjet lokale, nga ana tjetër edhe Znam tha që nëse vazhdon Aleanca për Shqiptarët të bashkëpunojë me BDI-n, nuk ka vend në qeveri, sepse nuk mund të ketë një qeveri që bashkëpunon me BDI-n. Si mund të funksiononte kjo qeveri? Në teori, gjithçka është e mundshme. Parimisht nuk është se këto kanë një farë marrëveshje, po edhe marrëveshje e pa në këto vitet e kaluara, se kishte marrëveshje eksplicite taksative të cilat u shkelan. Kështu që edhe ku nuk ka marrëveshje, disa gjëra janë të themi normale, përderisa partitë ose aktorët të cilët marrin pjesë në këto kombinime nuk i shkelin premtimet e veta, se kjo është më e rëndësishme për votuesit dhe për qytetarët. Ato mund të gjejnë forma të ndryshme të veprimit, mund të veprin edhe jashtë qeverisë, mund të veprin edhe në qeveri, mund Aleanca të shkëputet nga vleni, po të mbetet pjesë e qeverisë. Kjo nuk është e pamundur. Znami nuk është pjesë e vlenit, po ja, kjo është në qeveri. Domethënë kjo e tash pyetje tjetër se sa është kjo e mirë, edhe për vlenin, edhe për Aleancën, edhe për votuesit shqiptar. Unë mendoj se në momentin që zoti Taravari ka deklaruar se diçka nuk është në rregull me qeverinë dhe se duket, si e tha, me kilometra, s'm kujtohet shprehje saktë, po tha se 100 kilometra larg tha për që duket se diçka nuk është në rregull. Nëse kjo është njëri që është brenda, unë kam folë edhe më herët, nëse ai që është brenda e thot këtë, atëherë unë kam binjë edhe më të fortë se çështjet brenda qeverisë nuk janë ashtu si duhet. Flasim për perspektivën shqiptare, sepse ai përfaqëson votuesin shqiptar. Në atë rast, kur del me kësi deklarate, është pak problem tash të kthehesh për në qeveri, thush, po s'ka gale, kupton, kjo e humb besimin edhe më tepër, si parti, edhe pse është parti që gëzon besim, flasim për Aleancën në përgjithësi, edhe të dy krahët mendoj se kanë besim të konsiderueshëm, për shkak të veprimet tyre të kaluara, tani të ardhmen do të shohim se do të veprojnë. Dhe tani nëse ai mbetet në qeveri, përkundër kësaj, nuk e di si do të mund bashkëpunoj me ish kolegat e koalicionit, kur i kanë ndarë resoret, kanë bërë marrëveshje për resoret, kanë bërë marrëveshje për politikat, për veprimin, tani pak do të jetë shumë shërishme. Kam pasur mjaft kritikat hapura me njëri tjetrin. Tani i çelën ato gjitha letrat, edhe nuk e di se si mund të kthehet ajo dashuri të cilën e proklamon para votuesve, me të cilën arsyetuan pjesëmarrjen në qeveri, edhe pse zgjedhjet nuk i fituan të shqiptarët, jemi të qartë, të shqiptarët që të jo maqedonësit, nëse jemi më konkret kështu, po gjithsesi të shqiptarët, dhe nëse kanë vepruar në atë mënyrë, janë paraqitur në atë mënyrë, si pako, si koalicion, me një bile me premtime të ngjashme ose të njëjta, dhe tani nuk e di se si do të mund të vazhdojnë në të tjerë. Kjo do të ishte një prishje e atmosferës edhe më tepër. Si mund të jetë tani e ardhmja e vlenit, ato kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë si një parti në zgjedhjet lokale, megjithatë një kohë të gjatë u fokusuan te mosmarrveshjet e brendshme dhe në një farë mënyrë i lanë pakanosh edhe çështjen e kandidatëve dhe të emrave që duhet të zgjedhin për kandidat për komuna dhe për zgjedhjet lokale. A mendoni që do të vazhdojë të ndikojë negativisht te ato kjo situatë? Gjithsesi po. Kjo që ndodh tani, ne po themi që ndodh me Taravarin, mos themi Aleancë, se tash ende nuk dihet si të përfundoj kjo. Kjo nuk është vetëm rezultati i veprimeve të zotit Taravari ose të partisë të cilën ai e drejton, por është rezultati gjithashtu që ndodh në Vlen, sepse vetë zoti Taravari
ka deklaru jo një herë se ka pas probleme në vetë brenda koalicionit. Ai tha se ka qenë 3-1 vendimarrja në koalicion dhe kjo e ka shtyr që të distancohet dhe të marrë këtë veprim të cilin e mori. Dhe thana ai nuk është anku aq shumë nga qeveria, nga bartësi i koalicionit të qeveritar që është VMRO-ja, po më tepër nga partnerët, tani më ish partnerët e koalicionit dhe nësa do të mbeteshim bashkë. Tjetër është kur ti nuk njifesh, znam për shembull me Vlenin, atë e kanë hesapet e veta, por kur ka qenë bashkë, i kanë dalë gjithçka, tani njëri ndahet edhe akuzohen ti je kështu, ti je ashtu, mos i përsëritem ato fjalë se nuk janë të hishme. Atëherë duke shumë hipokritike nëse aktrohet një farë pajtimit të themi për farë interesit lartë, sepse u pase kjo nuk funksionon ashtu, dhe ato duhet jenë sinqertë edhe të pranojnë të gjithë, vetëm zoti Taravari, sepse nuk besoj se vetëm ai ka gisht ose rol në këtë që ndodh me Vlenin. Të gjithë duhet ta pranojnë se kanë një pjesë, s'pakët duhet jenë pak më modest në kritikën e tjerëve, sepse gjithë gishtin e zgjasin nga tjetri, po duhet shohim të kthejmë pak ka vetvete, shohim ku ka ngabuar ata. Ndoshta koalicioni është formuar me shpejtësi. Ndoshta kjo është arsye, sepse nuk formohet programi i përbashkët i 4 ose 5 partive. 5 partive bashkë me vetë. Po praktikisht 5 partive me gjithë. Nuk bëhet ashtu brenda natës, edhe pse sa kishte para zgjedhjeve disa muaj kishte, ne shohim se një parti e vetme, po ka probleme brenda saj me kuadrat, me degat e saj, ka probleme për përcaktimin e kahjeve politikave, kuadrove. Dhe këtu kemi 5 aktor me histori të ndërsjellë, sepse ne dim që disa nga këto parti kanë pas koalicione, janë prish, kanë qenë bashkë, janë shah, janë nda, edhe tash të presi se këto jëllnime ashtu thjesht e kalon dhe përsëri gjithçka do të jetë në rregull, atë nuk është fair ndaj votuesve dhe ndaj qytetarëve në përgjithësi. Po edhe ndaj qeverisë fundi, sepse le ta shohim qeverinë çka do të bëjë vetë. Nëse zoti Mickovsi nuk brengoset për ndjenjat e shqiptarëve, sa i akuzon partit, po gjua shqipe është edhe ime, nuk është e partive, apo jo, edhe juja. Kështu që për gjuhën nëse përmohet si problemi kryesor, po edhe tjera çështjet mos i radisim se i kemi folë shumë herë. Të flasim edhe për një situatë tjetër e cila po ashtu është hipotetike, në rast se zoti Taravari lëshon qeverinë dhe në rast se në vend të tij ftohet që të vinë në koalicionin qeveritar zoti Sela. Ai nuk ka mohuar që të ketë në të ardhmen një takim me kryeministrin Mickovski. E shihni këtë si opsion ose si mundësi që mund të ndodhë në të ardhmen? Takimi mund të ndodhë. Unë habitem kur flitet që para një kohë se paramendoja zoti Taravari është tërku me Ali Ahmetin. S'është asë gjë në këshov. Edhe nëse zoti zgjedhin Sela takohet me Mickovskin, për unë nuk është as pak skandaloze. Po disi kur ka një konotacion tjetër periudha në cilën ndodhë? Po do të them edhe këtë se unë nuk mendoj se është problem të takohet, po unë nuk besoj se ata mund të se zgjedhin Sela me partinë e tij, tani po flasin si dy parti, ase thjesht do thotë ok, doli Taravari, tani unë do hyj me Vlenin. Kjo është pak shumë, jo pak, por shumë do të ishte kontroverze. Dhe ai ndoshta do të hynte në qeveri, po me një kombinim këtë ndryshe. Dhe kjo nuk përjashtohet, apo jo. Edhe pse zoti Ahmeti ka deklaruar se kërkon zgjedhje të parakohshme si mënyrë rrugdaljes nga kjo situatë. Zoti zgjedhin Sela sa e kom përcjellur unë dhe ajo është pajtuar me një pikpamje të këtillë. Dhe tash politika të ne ashtu e ka, po nëse këtë e bëjnë në mënyrë transparente, nëse informojnë opinionin përse kanë bisedu, sepse kjo nuk është bisedë, kështu e thjeshtë, kafe, po është bisedë me domethënie, me që ne diskutojmë në një medium publik, domethënë që ka një domethënie, dhe me të shohim. Ai tha që nëse takohen do të hapen patjetër çështjet ose temat shqiptare. Ka gjasa që të ndodhë kjo sidomos në këtë periudhë që e përmendët edhe vetë, që akoma nuk janë bërë ndryshimet kushtetuese dhe ka edhe çështje të tjera. Po nëse nuk do të flitim për çështje shqiptare, atëherë pse do të ishin në qeveri? Nëse mund pyesin ata ose kush do të pyet, unë them është e pa kuptim. Sepse ne gjithë dëshirojmë që Maqedonia shkojë përpara, ekonomia, socialja, infrastruktura, gjithçka është e nevojshme. Po kur ne e shohim tash, ndoshta unë e shoh ndryshe, çdo kush është ndryshe tek e fundit, po besoj se gjithë
gjithë shqiptarët tu që jetojmë në këtë shtet, e shohim se diçka nuk është në rregull. Edhe unë bisedova për krahësit e Blenit për shembull, edhe ata kanë një jetë ngjashme kur flasim për kësi temash. Dhe nëse pjesëmarrja e shqiptarëve e leanësh këtë problem, do të thotë problemet që kanë të bëjnë në mënyrë eksplicite me identitetin, me gjuhën, me pozicionet e tyre në shoqëri, sepse edhe kjo po ndryshon, ne shohim se çdo ka ligje, kushtetusja, ky komisioni i Venecias, kështu me radhë me thanë, duke se gjithë qeveria është e fokusuar me qeveria, kur flas mendoj për VMRO, kur thëm koalicioni atëherë ishte këto që ta qërsim. Gjithë qeveria është e fokusuar me si ta plotësojmë premtimin dhe votuesve vetë VMRO-ja, që shtetin do ta kthejë Maqedonasve. Nëse kjo është mënyra për ta kthyer shtetin te Maqedonia, unë mendoj se është shumë gabim. Dhe nëse Partia Shqiptare mendon se kjo nuk është problem, atëherë është edhe më shumë gabim. Nuk ka shumë mbështetje ideja për zgjedhje të parakohshme parlamentare, përveç nga Fronti Evropian dhe nga ana tjetër LSDM-ja thotë se është e gatshme kurdo që të mbajnë zgjedhje. E shihni si opsion mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare bashkë me ato lokalet? Po, në këtë konstelacion për të cilin flasim, unë mendoj se nuk mund të përjashtohet. Parimisht në të kaluarën nuk kam qenë shumë në favor të zgjedhjeve parakohshme, sepse duhet të jepet shans një qeveri që ta realizojë mandatin, po ne tani shohim se që nga fillimi puna shkon mbrapsht. Kështu unë i shoh. Besoj se edhe shumë qytetarë shohim edhe anketat tregojnë. Kështu që nuk do të kisha përjashtuar këtë mundësi, pa marrë parasysh se çka deklarojnë tani, sepse është herët. Shiko, nëse Mickoski thotë gjithçka është e shkëlqyeshme në qeveri, ne e shohim që nuk është. Do të thënë se ata nuk e thonë atë që duhet ta thuan, por e thonë diçka që mendojnë se është e nevojshme për votuesit e tyre. Ata përgatiten, sipas me, kjo tregon se ata përgatiten për zgjedhjet e ardhshme. Gjithsesi ne kemi zgjedhje lokale. Edhe po të ketë parakohshme te ato nuk do ketë ndonjë ndryshim të madh. Sigurisht po, se ata dhe ashtu janë në fushat, ne shohim se shumë sende janë të drejtuara, të kanalizuara në stilin e fushatës, parazgjedhore, dhe nëse ka zgjedhje të parakohshme, aty nuk ju prish shumë punë. Do të thonë ata veç e kanë maqinerinë në lëvizje, projekte që i propozojnë, VMRO-ja sigurisht se nuk ka problem të ketë zgjedhje të parakohshme, sepse ajo i plotësoi shumë premtime që besoj se elektorati i saj i jepte një domethënie që shqiptarët ti bish në vendin e vet, ti vesh në rend. Fatkeqësisht kjo ende kalon te votuesit dhe partitë më që edhe pse ja akuzojnë shqiptarët se janë etnocentrik, në fakt doli e kundërt tani dhe me të shohim si do zhvillohen çështjet, po kjo do të varet shumë nga Partia Shqiptare. Pa marrë parasysh vleni Alianca Zjedinit e Taravarit e BDI-ja. Të gjitha duhet pak ta vënë gishtin, shohin se ku shkon ky shtet, edhe eurointegrimet, edhe pozita e shqiptarëve, sepse nëse tani ndodhin ndryshime të rrënjësishme, sistemore, këto nuk mund të ndryshohen pas 3 muajve. Këto ne e pam sa kaloi kushtetuta në 91-shit, duhet të bëhet një luftë që të ndryshohet kushtetuta me ndërmjetësim ndërkombëtar. Dhe tani këto ndryshime që bëhen, unë nuk mendoj se ashtu lehtë do të fshihen me gomë pas një kohe kur ne do të gjejmë një partner më të mirë. Prandaj mendoj se është shumë e rëndësishme që të gjitha partitë shqiptare, sidomos ata në pushtet, duhet të marrin përgjegjësi për atë që ndodh dhe duhet të bëjnë atë që duhet ta bëjnë që e presin votuesit nga ata. Zotri Mehmeti, ishte kjo koha në dispozicion. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit juve.